حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة المسلمين. Shikues të respektuar, selamun aleikum. Mirë se vini në emisionin Kultura e Besimit Islam, këtu në televizionin Uskana. Në studio të televizionit Uskana kemi profesor Sabaudin Mahmuti, profesor I medreses Isa Beun Shkup, profesor mirë se erdhët në studion e televizionit Uskana. Dhe kemi doktor Zekria Bajrami, ligjërues në xhaminë në Sultan Murad në Shkup. Doktor Zekria, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ju, zotri Sabaudin, çka duhet muslimani të bëjë gjatë muajit në të cilin muajit pra ka lindur Muhamedi alayhis salam ku ne gjendemi tash, pra muajin Rabiul Awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdimi i takojnë vetëm Allahut xhaleshanuhu. Përshëndetjet, salavatet, selamet më të sinqerta shpirtit, më të pastër, më fisnik të njerëzisë, shpirtit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qoftë paqja dhe shpëtimi i Allahut xhaleshanuhu. Në fillim, ju falenderoj për ftesën për me marrë pjesë në këtë programin tuaj, edhe shfrytëzoj rastin po ashtu të përshëndes të gjithë shqiptuesit e TV Uskanës me përshëndetjen islame. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vërtet, ne edhe gjithë bota islame gjendemi në një muaj të cilin duhet në baza fetare, në baza të ajeteve kuranore, në baza të haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet në mënyrë të veçantë të shënojmë. Ka se bëhet fjale për lindjen e njërit më të madh që mban mend historia, burrit më të madh që ka lindur një nan, bëhet fjalë për lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Deshta para se të folim për lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, disa dilema në kohën e fundit, ndoshta këtu në Kërshov, ndoshta nuk janë aq të theksuar sikur që në disa vende të tjera. Po kohë mbas kohë gjithmonë ka pas teolog, ka pas hoxhallar që kanë qenë pro për mevlutin, shënimin e linjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë kapi atij që ka qenë kontra, që të mos shënohet, nga se na çeka bidat, nga që ka risi, nga se vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e pas ka festuar linjën e vet, e pse tash ne t'ia festojmë linjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk mban, që nuk është e vërtetë, e deshta këto dilema ti pastrojmë, edhe pse kjo nuk do të thotë se Sabaudin Mahmuti pajtohet krejtësisht me atë që ka ndodhur nëpër mevlute, në formën se si organizohet mevludi, ajo është diçka tjetër. Flas për parime. Parimi është ne si musliman e kemi obligim muajin në cilin ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta shënojmë në shtëpitë tona, në rrethet tona, në çarqet tona, në xhamiat tona, fëmijët tonë ta dinë se për çka bëhet fjalë. Nga se nëse i kthehemi Kuranit, Allahu xhaleshanuhu në ajet kuranor në surën Ibrahim, duke folur për Musain alayhis salam dhe Beni Israil, Allahu xhaleshanuhu në Kuran thot: "Wa dhakkirhum bi ayyamillah." Do të thonë ka urdhëruar Musain alayhis salam që ebrejve t'ua kujtoj ditët e Allahut xhaleshanuhu. Do të thonë ka ato ditë që ket Allahu xhaleshanuhu, po ditë të shënuara, ditë që ka ndodhur diçka me rëndësi. E për Beni Israil, ditë ishte e shënuar, dita që Allahu xhaleshanuhu i shpëtoi Beni Israil prej faraonit, që e çau detin, tregoi mrekulli, mucize. Nëse që ka obligim që Musa alayhis salam që u kujton jehudive dhe tu thotë se dhakirum bi ayyamillah, atëherë cilët të ishin ayyamullah lidhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ditët e Allahu xhaleshanuhu, ditë të shënuara, ditë të regjistruara që kanë të bëjnë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me siguri tash dikush do të thotë, edhe nuk është diskutabile, se ditë madhështore është nata e Kadrit,
natë në të cilën ka zbritur Kurani. Natë për të cilën vetë Kurani thot Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, jo 1000 net. 1000 muaj, ajo është një jetë normale, një 83 vjet paraforsisht. Tamam, është e vërtet që është natë madhështore. Është natë madhështore, po ashtu shpërngulja e pejgamberit hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë për shkak të dhunës, presionit, shtypjes, torturave që u bënin të pafet mushrikët e Mekës ndaj muslimanëve edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është ditë që duhet shënohet. Edhe këtë kushte të diskuton, nuk është diskutabile, që është ditë që duhet shënohet. Dita e fitores së Bedrit është ditë që duhet shënohet. Edhe shënohet. Dita e çlirimit të Mekës, që ka ndodhur këtë në Ramazan, në muajin e Ramazan, në një muaj të muajve të Ramazanit, është ditë që shënohet. Mirë po. Nëse pak ndalemi dhe mendohemi, të mos ishte dita ku lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a do të kishim natë Kadrit? Natë ku të te Kurani? A do kishim natë shpërnguljes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A do kishim natë luftës Bedrit? A do kishim natë çlirimit të Mekës? Kreta kusht është lindja. E si mundet tash nata e lindjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awwal, të mos ketë vlerë, që ka bidat, që ka këtë të gëzohemi, ta shënojmë këtë natë, a kushte natë të tjera që ka normale ti festojmë. Nëse bëjmë për Ejamullah, për ditë Allahu xhaleshanu që Allahu ka vepruar, me të vërtetë edhe nata që ka linjë njeriu më i madh i njerëzisë, është natë që duhet të e shënu. A fundit Allahu xhaleshanu na urdhon thotë wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith. Me nimetet, me të mirat që ju ka dhënë Allahu xhaleshanu, për ata bisedoni, me ata mbureni, me ata lavdroni. Cila është e mirë më e madhe? Kurani po, Islami po. Po të mos ish Muhamedi alayhis salam, mos kishte lind, do të kishim këta? Shifni si latruan meselet. Domethënë, ajo që ka deshta gjithë muslimanët janë si porosi, se çdo musliman e ka obligim të shënon ditën që ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mënyra se si të shënohet, mënyra se si të gëzohet, si ta shpreh kënaqësinë e tij, ajo është diçka tjetër, pra të mund të bisedojmë. Unë do kështë dashë që për pyetjet cilat i bëj, të përgjigjeni dhe të dy që se ke ju thua që diçka të shtonin këtë që tha. Ja, me këtë kalon, unë do kështë dashë atër unë të mbesem edhe pak në këtë çfarë thatë. Profesor, atëherë, prej ku na vinë neve këto përçarje? Pse lindi këta përçarje që të bisedohet tash? Ju e cekët vetë se ka disa xhallarë të cilët e thonë. Jam i bindet se ne si musliman gjithmonë do të jemi më afër njëri tjetrit, edhe përkundrazi, gjithmonë do të jemi më larg njëri tjetrit, varësisht prej ku mbështetemi në qëndrimet tona. Nëse i kthehemi burimit Kuranit dhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë çdo mend se keni hadith sahih ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Unë lë pas meje në mesin tuaj digjëra. Nëse ju përmbaheni aty në digjërave, nuk keni të humni rrugën asnjëherë. E lë Kur'anin dhe sunetin tim. Domethënë, përmes me qenë të humbur, përmes me qenë çka përderdhet në gjatë e në majt, do t'i përmbahemi Kur'anit edhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e lëshojmë Kur'anin edhe sunetin ose njërin prej dijave e lëshojmë, kapemi dikun pa lidhje. Për gjë normale, nëse unë jap drejt vetes sime të kapem dikun pa lidhje, ai tjetri i japë vetes vet të kapet dikun po ashtu pa lidhje, po dikun tjetër, jo ku jam kap unë, edhe kështu vjen deri te përçarja. Po ja unë të them një ajet kuranor tjetër. Allah xhaleshanu thot: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Thuaj besimtarve. Çka të bëjnë? Bi fadlillah, me të mirat që u ka dhënë Allahu xhaleshanu. E mira Allahut numër 1 është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është Kur'ani. Është suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me çka ne duhet të gëzohemi, ç'i duhet t'ju gëzohemi. Edhe kjo është shumë më mirë, falyafrahu.
le të gëzohen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po kush e ka Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Le të gëzohen me Kur'an. Po kush e ka Kur'an, librin e shej si Kur'ani jon, kush e ka? Kush është ai popull në botë, jashtë popullit ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Kush është ai popull që më të ketë diçka si Kur'ani? Nuk e ka askush. E me këtë gëzohemi. A ne çka gëzohemi? A ne gëzohemi ashtu si na mëson Kur'ani, po të kundërtën. Huwa khairun mimma yajma'un. Ti gëzohemi Muhamedit, lindjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dhe billahi, me plot përgjithësi them. 1000 herë është islamikisht më mirë se të gëzohem lindjes time, ose lindjes bijës time, ose martesës së bijës time, djalit time, nuk e di çka. A në realitet për këto tonët që janë pa lidhje, janë gëzime të përkohshme. Janë gëzime hap për han, sekond. Lindën djali, gëzimi më ditlindja e djalit, ditlindja e vajzës në rregull, nuk hin atë sa bën sa s'bën. Qëllimin e kam cila gjë duhet të jetë më a priori që të na gëzon. A pse kom ndalë në shtëpi të reje që nuk kem kundër asaj, që të gëzohemi, të festojmë, të bëjmë me vlut se kemi ndalë në shtëpi të reje në banesë. Në rregull është ajo. Qëllimin e kam ti matim, ti peshojmë. Cili moment duhet për ne të jetë më indikativ për të gëzuar. A pse ne ka lind pejgamberi, ne ka thënë Allah pejgamber. Dhe me thënë mos kishim pejgamber, kush do të ishim ne? Si do të ishim ne? Mos të kishim Kur'an, kush do të ishim ne? Si do të ishim ne? Çfarë dëllimi do kishin mes neve dhe të tjerëve? Do të thotë të mira që ne ka dhënë. Kthine nuk ju gëzohemi, a kur është një e mirë e kësaj bote, që nuk them që është e keqe, e mirë është, edhe asaj duhet i gëzohemi, po fatkeqësisht ne as çasoj shumë më shumë i gëzohemi se të mirës më të madhe, ajo është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam edhe Kurani, libri i Allahut të sharë. Zotëri Zekria, tash si duhet të shënohet ditëlindja e Muhamedit alayhis salam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Falënderimi i takon Allahut dhul Jalal, ndërsa salatet, përshëndetjet i takojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu kemi për obligim të përshëndesim juve si organizator të këtij mjeti informativ, pra TV Uskanës, po ashtu përshëndesim edhe mbar shiquesit me përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Foli profesori që mendoj se ndoshta nuk do të ishe udhës që edhe mo ta vazhdojmë këtë hyrje të bukur, kështu që me të cilën u kuptu dhe u sqaru se kush është personaliteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sa duhet ne të gëzohemi kësaj ditëlindje të njeriut më të madh në historinë njerëzore. Sa i takon asaj se si duhet të festohet ose si duhet të pritet, u tha se duhet të gëzohen muslimanët dhe duhet të shprehin urata mes vete dhe ajo që është më kryesore që të përkujtojnë ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka kjo datë, ditëlindja e pejgamberit nuk ka ndonjë namaz të veçantë siç mendon dikush se është bidat, pra nuk ka ndonjë namaz të veçantë, nuk ka ndonjë lutje të veçantë përpos përcjellje biografinë e tij, lindjen e tij, jetën e tij, moralin e tij, burrninë e tij, mirësinë e tij e kështu me radhë. Pra, nuk të them me fjalë tjera se është një shkas për të përkujtuar personaliteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush mendon se duhet të përkujtohet po jo në këtë datë, atëherë gabon se përkujtimi i bashkangjitet edhe ambientit. Kur është ambienti, atmosfera dhe koha e lindjes së një personit siç është Resulullah sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të ishte më udhëse bashkë në këtë muaj, i cili është Rabiul Awwal, ky muaj quhet muaj i Meuludit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra është e udhës që të përkujtohet personaliteti i pejgamberit prej lindjes e kështu me radhë. Tash Rabiul Awwal është zgjat një muaj dhe është bërë që si traditë që tërë muaji të këndohet me vlut në shtëpi. Sa është në rregull kjo? Nuk prish punë se nuk është kusht. Dhe çka do të ishte sikur për shembull është përkujtim, pam se me vlutje është përkujtim. Nuk prish punë edhe jashtë muajit të mevludit të këndohet me vlut edhe të përkujtohet personaliteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të thotë se të përcaktohemi vetëm në këtë muaj që është lind ai, edhe jashtë këtij muaji, po më e preferuar është në këtë muaj të bëhet përkujtimi i lindjes së tij, nga se edhe vet janë ndihmon edhe ambienti popullatës kur është muaj i lindjes. Profesor Sabaudin, keni diçka të thonë? Jo, nuk kisha çka të shoj, po me vazhdu vetëm bisedën. Festimi ose shënimi
i linjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose ditëlindjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë në një drejtim në kahje, e ajo është, më thënë, që ne nga mbrendia jon shprehim gëzim dhe kënaqësi që na gëzoi Allahu xhaleshanuhu me linjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi më vonë me pejgamberin e tij, shpalljen e Kuranit edhe kështu me radhë. Ajet kuranor, Allahu xhaleshanuhu na thot inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ajet kuranor në surë Al-Fath. Ku thot Allahu xhaleshanuhu, ne pa dëshim të dërguam ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dëshmitar për njerëzim, për ata që besojnë edhe ata që nuk besojnë, që ata që pranojnë urdhën e Allahut, ata që nuk e pranojnë, wa mubashiran, por edhe përgëzues për ata që besojnë se meritojnë në xhenet, wa nadhira, por duke edhe të rek vërejtjen atyre që nuk besojnë. Këtë kjo për çka? Li tu'minu bi. Kjo është fjalimi kuranor na drejtohet neve si besimtar, përfshirë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për neve sidomos. Li tu'minu billah, që të besoni në Allahun xhaleshanu, obligim është, imperativ për urdhër, li tu'minu, që të besoni në Allahun xhaleshanu, wa rasulit, besoni në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për të thënë na drejtohet neve më shumë si besimtar, wa tu'azziruhu wa ta përkrahani. Ta përkrahani. Me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është Zot, nauzu billah. Ai është njeri, prandaj në dëshminë tonë themi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër posa Allahu xhaleshanu dhe se Muhamedi është rob njeri, por edhe pejgamberi Allahu xhaleshanu. Çka do të thotë me këtë? Kjo do të thotë se ne nga koka tona do të heqim gjithmonë se ai është diçka mbi natyrore. Ai është pejgamber, po është edhe njeri. A njeriu ka nevojë për përkrahje. Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Të mos ishin musliman të parë sahabët, për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se ato janë sikur ijet në qiell. Për cilët Allahu xhaleshanuhu thot Muhammedur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau wal kuffar. Edhe ajete tjera që i lavdrojnë këta njerëz të burra, të cilët ne i quajmë si sahabë, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse e arritën këtë famë këta burra? Për kur gjë tjetër, përpos se me këmbgulje, me bindje të plot, për krahën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 23 vjet plota, edhe për ata nuk kishte pasuria, nuk vlente kur gjan hiç. Po bile familja e tij nuk vleshin kur gjan për këta sahabe, po as jeta e tij nuk vlejte krahasim me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ai i mësoi, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, ju drejtohet sahabeve radhiyallahu anhum, për na drejtohet edhe neve, nëse jemi iftar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që besojmë e pranojmë për pejgamber. Ai hadithi është i qartë. La yu'minu ahadukum, nuk beson askush prej jush, hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Përderisa unë nuk jam më i dashur se fëmijë i tij, se baba i tij, edhe se gjithë njerëzit. Hadithi me një fjalë do thotë, po që ne si musliman në zemrat tona nuk e kemi më të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga fëmiu im, nga baba im, domethënë, ato që kanë lind prej meje, ose unë për të cilëve kam lind, gjaku më i afër, fëmiu është më i afër, baba është pashtu më i afër, ose nana, nuk kemi na besim përderisa këta dhe përderisa Muhamedi nuk është për ne më i dashur prej këtyre. Po nasi ajmai. E do të thënë to festimet tona që në fillim e thash se ka çka thuhet rreth formës, mënyrave të mevludit si i bëjmë ne xhamir, ato salavate që këndohen, ato tekbir që këndohen gjatë mevludit, në rregull është. Por nuk kuptohet ajo ana e përkrahjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi qenë në kohën e komunizëm. Unë kam 59, kam hi për 60 vjet, nuk më i sodit. E mba mend si fëmijë kur hoxha imami Katundit duhet të shkon në polici, në stacion të policisë, të lajmëroj se te filani sonte do të këndon me vlut. Se ishte ndaluar me para kësaj, diku në interval kohor 48, 9, 50, 55 është ka 55 është më e mbamend, do të thënë çat interval kohor, dani më plak me siguri di më mirë për televizionin,
ishte ndaluar të bim masiv dikundi. Mirë po ishte fetare, tash hajt të lirojmë pak. Marrën frim, e si? Duhet me shku me paralajmëru se do të mbash një vlut në kur të shmeruar shtëpi. Edhe ka shku ai afër 20-30 vjeç ashtu ka shku. Shkoi te imami, paralajmërojte, mbante me vlut. Bare shkup që ka qenë, me të qenë kërshot dhe shka qenë edhe mazi ka qenë. Mandej pas kësaj, dikundi ka 80-at, filluam nga tal edhe në xhami të bëjmë me vlut. Në xhami të bëjmë me vlut. Mandej mbas 90-ave filluam edhe bare ka shkupi në për salla sportive. Domethënë vend publik, po përsëri e mbyllur. Ka ardhur koha, i them gjithë të rishikuesve, ka ardhur koha për të treguar atë anën e përkrahjes me pas atë ndikimin e vet, ne duhet ato me vlutet të mbajmë në mënyrë publike në vende, stadion, pse jo. Let me idhen 10.000, 3.000, 5.000 vjet let me idhen. Lexues të mirë të Kuranit, salavatet gjithë bashkarisht të ushton në stadiumit, të ushton në sheshi ku do të bëhen njerëzit, që të kuptohet edhe ai respekti i plot ndaj pejgamberit, edhe dashuria ndaj Muhamedit, po edhe lotët dhe të shkojnë dikuje, por edhe dikush tjetër le ta shese. Ka dikush që Muhamedi sallallahu e ka në zemrën e tij, edhe nuk është kollaj, bile është e pamundur që dikujt janë nxjerrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që dashurinë ndaj Muhamedit prej zemrës. Si tha hoxha, edhe çashtu është, ai nuk ka ndonjë mënyrë se si të festohet kështu të veçantë. Por i kanë pyet transmeton Imam Ahmedi radiallahu anhu dhe Imam Muslimi, se e kanë pyet një herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkakun, arsyeën pse agjenon ditën e Han. Se po thuaj se çdo të hanet han, edhe tejtë të herë, po të hanet nuk i lëshonte pejgamberi pa agjenu. Edhe pyetën për arsyeën se pse ja Zoti agjenon ditën e Han. Ai përgjigjet thotë: "Dhaka yawmun ulidtu fi." Ai është dita kur kom lidhun. Domethënë e ka festuar pejgamberi, që thonë përpara. E ka festuar në mënyrë të shenjtë ditoze ashtu si pejgamberi si takon ta feston ditën e vet. Ta me se dhe festojë ditën me ndonjë tort, me një ambëlsie, me ndonjë hallakatme. Ai është pejgamberi Allahu xhashanu, po ja që ai edhe e ka shënu, edhe Belia ka bëu me dije sahabe, shokëve, kur e kanë pyetur se pse ti ja xhon ditën e Han. Edhe tejtët, po tejtët e herë i lëshon. A kurse të hanët, rregullisht ja xhon. Thotë, "Dha ke yawmun ulidtu fi", ai është dita kur kom lindur unë. Domethënë ka festuar me agjenim. Domethënë me një fjalë, festohet, shënohet me vludi ditëlindja e pejgamberit, me gjithçka Allah është razi. Me gjithçka Allah është dakord. Me gjithçka Allah xhashanu nuk është razi, që është haram. Po nuk mund të festohet, nuk mund të shënohet dita e lindjes pejgamberit me diçka që është haram, por shënohet me diçka me çka Allah xhashanu është razi, a dihet agjenim, a dihet zjaret, a dihet ligjërat, a dihet tribuna, a dihet mevlut, a dihet çka Allah është razi. Çka nuk është razi, domethënë jashtë kornizave të razisë Allah xhashanu me diçka të tillë nuk mund të festohet të lindja e pejgamberit. Unë desha që edhe njerë ti rikujtoj të lëshikuesit se kjo emision është i drejt për së drejti, edhe ju mund të merrni pjesë me pyetjet e juaja çfarë të intereson në këtë emision, pra në numrin tonë të telefonit 221-330. Musafir nderuar, jemi dëshmitar të kohëve të fundit të publikimeve të disa karikaturave të Muhamedit a.s. në për disa gazeta. A mund të na thoni si duhet të përgjigjemi ne si musliman? Mirë. Fatkeqësisht jemi dëshmitar brenda muajve të fundit të karikatura pa bazë, them pa bazë se nuk kanë të bëjnë me realitetin as pak. E të rënditën e opinionin botor. Prej Danimarkës deri në linjën e lartë, dhe me thënë karikaturë të praqitë në Danimarkë, në Norvegji, në disa vende tjera, a kurse reagimet e mbritën deri në linjën e lartë. Thëmë fatkeqësisht nga se njerëzit e karikaturës, sado që jetë ekspert i punës së vet, ai nuk është njeri as larg pamës, as njeri i shkencës, as njeri që ka një huri të mëdha, është njeri sipërfaqësor.
po ja që me karikaturat e tij lëndon zemrat e shumë muslimanëve, afatkeqësisht në anën tjetër edhe shumë disa prej muslimanëve ju përgjigjen, reaguan, më thënë si reagim në karikaturët, nuk ke bash reagim i nivelit, saqë deri te vrasja mes veti mes muslimanëve, sikur që ishte rasti në Pakistan, u vran demonstrues me policë. Pa më parasysh arritet policia, arritet demonstruesi, edhe polici musliman edhe demonstruesi musliman, ashtu që dur pak kontrollit, kurse për mua ato karikatura nuk kanë kur far vlere. Ato janë pamflet, më thënë, pa kur far vlere, edhe nëse janë paraqit 3, po edhe paraqiten në 20 edhe 30, nuk është më rëndësi, nga se perëndimi si perëndim. Njerëzit me peshë të perëndimit, dietarët e perëndimit kanë këtë tjetër qëndrim ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse një rrugaç, më falni shprehje tash, një karikaturist që nuk është gazetar, se edhe gazetari përsëri matet se çka shkruan. Ma ka vizatimi. Vizatimi është vizaton për shembull kokën e Muhamedit të plot me bomba, se pa qenë pe aty ka fillu terrorizmi, ka fillu për aty. Po gjithë bota e din se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bota islame dhe bota islame, po unë them edhe bota jo islame, bota krishtere, të njëjtit e popullit takojnë sikur ai karikaturisti, jashtë se dallimi se këta që kanë marrë lavdrata pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë njerëz të historisë, njerëz të shkencës, njerëz që hulumtojnë, njerëz që dinë të vlerësojnë. Mund të për shembull të them ndëgjuesve të respektuar se një dietar i perëndimit me emrin Mihail Hart ka shkruar një libër, ai libër është përkthyer edhe maqedonishte, 100 burrat më të mëdhenj të njerëzisë. Keni kujdes, 100 burrat më të mëdhenj të njerëzisë. Ai bën hulumtim vit me radhë, duke studiuar historinë, të shef përmes historisë njerëzore, sa mban mend historia njerëzore, ta gjen kush janë 100 burrat më të mëdhenj të historisë njerëzore. Edhe i radhitën 100, po që është shumë interesant, se numri, njeriu, burri, numër 1, më i madh i njerëzisë, sipas këtij autori është vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bile ai edhe pse krishter, beson në Isain si Zot, si biri i Zotit, Isain alayhis salam në këtë libër e ka treti, as ditë nuk e ka. E tash kjo dëshmi e një shkencëtari i cili mbështetet në fakte historike, e vendon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në numër 1, në 100 burrat më të mëdhenj të njerëzisë, atëherë për çka mu revoltu pse një karikaturist pa lidhje ka dalë ka vizatuar, edhe pse është me vërtet diçka që të ndikon edhe duhet me ju përgjigj. Sikur ki ka shumë shkencëtar tjetër të perëndimit. Është një me emrin Magjoria Leonard. Ai thot për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bukfalisht, Muhamedi jo që ishte i madh, po ai ishte më i madhi në mesin e më të mëdhenjve. Subhanallah. Dëshmi e njërt krishterë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot, Muhamedi jo që ishte i madh, po ai ishte më i madhi në mesin e më të mëdhenjve. E tash krahasohen një shkencëtar të tillë me një karikaturë, si duhet më përgjigj tash, si duhet më reagu? Si kishte reagu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast? Po a harrum ne si musliman se pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam mushrikët e Mekës, pa fetë e Mekës, e quajtën për sirbas, e quajtën për të shmendur, e quajtën për të smuar. Çka nuk që shpif në Allahu xhashanu, që rrend njështar është. E çka po të pejgamberi kur i thëshin kështu? Kalte, dishte, thente, jo, heshte. Heshte i bindën se e vërteta do të del në sipërfaqe. Edhe dul. Andaj edhe ne si musliman, në të raste, duhet normal të reagojmë, por reagimi jon duhet të jetë në mënyrë të civilizuar. Do të thotë, jo të thejmë, jo të djegëm, jo të kallim, po të bëjmë me dije. Atë çka kemi ne mbredha në shpirtin tonë, ajo është dashuria jon ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të civilizuar. Zot Rizikria, çka do të thoshit edhe ju, diçka rreth karikaturave? Po, bismillah.
To që ka e tha profesori, mendoj se do të ishte mjaft, se duhet të bisedohet diçka tjetër pak më tepër për personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në aspektin real i cili është ai. Dhe fatkeqësia ndoshta është që njerëzit tonë janë të habitur, disa njerëz edhe nuk e njohin burrnin e tij, nuk e njohin biografinë e tij, edhe mund të hamenden për diç, por për neve është si obligim që masës që ati ku jemi dhe sa në mrin dora, sa në mrin fjala dhe se ku në arrin zëri, që t'ja tregojmë realitetin e këtij personaliteti. Unë do t'isha kyç në thonjet kuranore, të cilat kanë na spjegojnë për librat e mëparshëm të cilët kanë paralemru për ardhjen e këtij personi. Pra, ka paralemru Teurati, pra libri i shpallur tek Musa a.s., ka paralemru Injili, libri i shpallur tek Isa a.s., dhe këto paralajmërime i ka regjistru Allahu dhul Xhelal në librin e tij të fundit, pra Kurani i Kerim. Unë do ta citoj një ajet kuranor i cili është i njohur për shumicën e muslimanëve dhe ato që se njohin, pra për ato do të shkojmë në përkthim. Allahu dhul Xhelal thot: "Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين." Është ajet i qartë që ka qenë i regjistruar në Injil, fjalë të cilën e ka shpreh, e ka deklaru pejgamberi parafundit, pra Isa alayhi salam. Allahu dhul Xhelal thot: "Përkujtoni ju ben Israilet", pra çifutët, "përkujtoni ju te krishterë, simpatizues të Isa alayhi salam, përkujtoni dhe ju musliman, dhe ju jo musliman, përkujtoni, të gjithë, përkujtoni fjalën e Isaut alayhi salam kur ai tha: "O beni Israil", o beni Israil, pra fjala për hebrejt. "Inni rasulullahi ilaykum." Tash Isa alayhi salam njofton vetveten. Këto janë dëshmitë e pejgamberit të parafundit, pra le të ndëgjojnë ato të cilët thonë se na e besojmë Isaun. A e besoni Isaun? Po. A e besoni fjalët e tij? Ndëgjoni pra. Ndëgjoni, mos merrni me karikatura, me shpifje. Nëse jeni të krishterë, keni obligim që të ndëgjoni fjalën e pejgamberit tuaj. Mo ashtu siç kemi obligim ne musliman të ndëgjojmë fjalën e pejgamberit ton. Por fatlumësia dhe fatlumëria e madhe është për ne, se ne jemi popull, elhamdulillah, që nuk bëjmë dallim në mesin e pejgamberëve. Na besojmë prej Adem a.s., Nuhun a.s., Ibrahimin a.s., po sidomos atët për të cilët na ka fol më shumë Kurani, pra Musain a.s. si pejgamber i dërguar tek hebrejt, po është pejgamber edhe për ne, se Allahu dhul Xhelal ka thonë besoni Musaun a.s. si pejgamber. Nëse unë si musliman që besoj në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk e besoj Musaun a.s., nuk jam musliman. Nëse unë si ummeti Muhammed, si simpatizues i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse unë nuk e besoj Isaun alayhis salam, nuk jam musliman. Pra unë i besoj, muslimani beson të gjithë pejgamberit. Pra nga thellësia e shpirtit besoj fjalën e Isaut alayhis salam, dëshminë e tij që ka thonë: "O hebrej, o ben Israil, inni rasulullah ilaykum." Unë jam i dërguar nga Zoti tek ju. Pra i dërguar i Zotit tek ju. "Wa mubashiran bi rasulin wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat." Unë jam ai i cili vërtetoj fjalën e pejgamberit para mua, vallahu tim pra Musait. Pra Teuratin e vërtetoj se është fjalë e Zotit, edhe pse ju e keni falsifiku, edhe pse ju keni intervenu, edhe pse ju e keni sakatu, unë dëshmoj se Teurati është fjalë e Allah. Pastaj musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran. Unë jam si hariqus bi rasulin, ju si hariqoj, ju lajmëroj bi rasulin për një pejgamber, yati min ba'di, ai do të vinë pas meje. Pra nuk ka përfundu vula e pejgamberve me Isaun a.s. Dhe gabim trashanikosh ato të cilët ndalen deri te Isa a.s. nga se nuk e besojnë vet Isaun a.s. dhe thonjen e tij. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Ai do të vjen pas meje. Pra Isa a.s. është dëshmitar i cili dëshmon për Musaun si pejgamber dhe paralajmëron dhe dëshmon për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ajet i ka përfshi 3 pejgamber. Pra Isa a.s. dëshmon se vetë është pejgamber, dëshmon se Musa ka qenë pejgamber dhe dëshmon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do të vinë si pejgamber. Dhe në Injil Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka emrin Ahmed. Kështu pra qartë, Ahmed, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këto emra.
Pra Muhammed në Kur'an dhe në mesin e muslimanëve, Ahmed në Injil dhe në librat e mëparshëm. Pastaj ka thonë enel mahi, unë jam ai i cili pastroj, pra e pastroj bindjet e njerëzve nga idhujtaria. Ka thënë wa enel hashir, unë jam ai i cili i pari dhe të rinjallen, pra dhe të pri në mahsher. Wa enel akib, ka thonë unë jam vula e pejgamberit. Kjo është dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, vëllezër, ju edhe shiqusit duhet ta kenë të qartë se një gjë e cila është përmend në librat e shenjtë është vërtetuar me ardhen e Kur'anit dhe hebrejt dhe të krishterët e kanë ditë këtë realitet. Hebrejt e kanë njoftë mirë dhe e kanë prit ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kanë prit ardhen e pejgamberit të fundit. Kështu e kanë mirëprit dhe çifutët u janë kërcënuar arabëve dhe duke shpresuar se pejgamberi i fundit duhet të jetë nga mesi i tyre. Dhe ju kanë kërcënuar dhe kanë thonë, e tash ka ardhur momenti kur do të lindet pejgamberi i fundit, e ne do të kemi pejgamber, ju nuk do të keni, nga historia ishte praktik që pejgamberet me shumicë kanë ardhur nga Beni Israilit. Këto duke menduar se ki pejgamber do të jetë nga Beni Israilit, u befasun me atë se pejgamberi erdhi, shenjat i dinin, alametet e tij kishin të qarta, por u befasun kur ai erdhi nga një mes tjetër, erdhi nga arabët, e tash çka thanë, kur e pasën nga arabët, thanë jo, nuk e pranojmë për pejgamber. Arsyeja, se nuk është prej neve. Kjo nuk është arsye shëndosh. Pra, çifutët dhe të krishterët mirë e kanë ditë ardhen e pejgamberit të fundit, pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, ka një rast që një prej çifutëve i cili e ka pranuar Islamin, Abdullah bin Selam e ka pas emrin, e ka pranuar Islamin, i ka qenë nga mesi çifutëve, e ka pranuar Islamin dhe ka thonë, a doni ti provoni hebrejt e Medines si do të reagojnë ndaj mua? Ka thonë, ani, si ti provojmë? Ka thonë, pyetni për mua dhe për babën tim dhe për gjyshet e mi. I kanë pyet njerëzit, si mendoni për Abdullah? I kanë pyet këta çifutët, kanë thonë, si mendoni ju për Abdullah bin Selamin? Ai është burri më i mirë në mesin ton. Po baba i tij ka qenë më i miri babave në mesin e babave ton. Po gjyshet e tij kanë qenë më në mesin e gjyshve tan. Ka thonë, po mirë, çka mendoni ju nëse ai e pranon Islamin? Ka thonë, s'ka mundësi, ai nuk tërhiqet nga feja e babave dhe gjishave të tij. Ka dalë Abdullah bin Selami dhe ka thonë, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kur e kanë dëgjuar shahadetin, dëshminë e Islamit, kanë thonë, po, lese ki nuk është burr, pas babën se ka pas burr, pa as gjishet dhe stërgjishet. Kështu më njëherë kanë, kanë dështuar. Pra vëllezër, kam për qëllim me këtë fjalë që s'du shumë tash ta zgatim në këtë. E para, e jona është që ta njohim personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Profesori përmendi disa njerëz të cilët kanë dëshmuar, njerëzit të cilët kanë dëshmuar realitetin. Një filozof i njohur, Bernaccio, i cili ka jetuar në shekullin e 13, ai ka thonë një fjalë shumë me vend. Ka thonë, këto trazira që përjeton bota dhe lloji njeri, pra njerëzimi që përjeton këto trazira dhe këto trauma dhe kjo gjendje kaotike, ka thënë ka nevojë për një njeri sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kam bindje se po të ishte me prezencën tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha këto tollovi dhe këto trazira do t'i ulte, do t'i largonte, do t'i menjanonte, do t'i eliminonte sa të pi një kafe. Nuk i duhet shumë kohë. Nuk i duhet projekt 5 vjeçar, 10 vjeçar, shekullore, kështu jo. Sa të pi një kafe, do t'i rregullonte sikur të ishte Muhamedi në mesin tonë. Po, për fat të keq që Muhamedi në mesin tonë fizikisht nuk është, por ai na kalon Kur'anin, na kalon porositë e tij dhe njerëzit, të gjithë njerëzit kanë për obligim që t'i përcjellin urtësitë e tij, nga se kështu kanë dëshmuar të drejtët dhe ato që kanë folë të vërtetën. Një filozof tjetër, Goethe, ai kështu ka deklaruar. Ka thonë, do të isha shumë i lumtur që një gjys ore të isha Muhammed. Do të isha shumë i lumtur që një gjys ore të isha unë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por unë tham, ai ka kërkuar shumë. Unë do të isha shumë i lumtur vetëm një frymëmarrje ta bësh unë duke qenë Muhammed. Herë të më isha frym. Kështu, duke qenë Muhammed do të isha shumë i lumtur. Pra njerëzit e arritur, njerëzit e mrim, kështu e kanë llogarit dhe e kanë quajtur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Më lejoni që të them një vjersh të cilën e ka thonë një poet arab që me të vërtet ka domethënien e madhe, ai si e ka përshkruajtur. Ka thonë Muhammedun basharu. Muhamedi është njeri. Normal, profesori tha, edhe ne e dim se Muhamedi është njeri.
Muhamedi nuk ka të bëj kur gjë me çështjet e Zotit. Zoti është Allahu Dhul Xhelal dhe shumë pastër. Se edhe kur e ka ngrit Allahu Dhul Xhelal Muhamedin lart në qiell, kur e ka ngrit inde sidratil muntaha, edhe atje ka thonë subhanalladhi asra bi abdihi. Pra, është i lartësuar ai i cili e ka ngrit robin e vet. Pra, bëhet fjalë për rob. Muhamedi është rob. Ka thënë Muhammedun basharun. Muhamedi është njeri, la kel bashari. Jo sikur tjerët njerëz. Bel huwa yaqutun baina al-hajari. Por ai është një diamant në mesin e gurëve. Ai është një diamant në mesin e gurëve. Pra, Muhamedi është njeri, po jo si të tjerët. Ai dallon nga njerëzit sikur diamanti në mesin e gurëve. Një tjetër ka thonë, ju ka drejtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju ka drejtu dhe ka thonë أفضل منك لم ترى عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Ka thonë ho pejgamber, më të bukur se ti nuk më ka pasyni, më të mirë se ti nuk ka lind nana. Ti je i krijuar sikur të kishe dash vetë ashtu ti jesh. Pra nat fizionomin. Mos flasim subhanallahu, duhet të flasim, por koha nuk premton që të përmendim meritat e urtësitë e tij, tashti në personalitet është gjetë urtësia, mençuria, burrnia, sinqeriteti, trimnia, fisnikëria, kështu ka qenë edhe çka mund të them unë kur Allahu Dhul Xhelal ka thënë wa innaka la ala khuluqin adhim, ti je në një moral shumë të lartë. Dhe Allahu Dhul Xhelal ka thënë wa rafa'na laka dhikrak, unë kam ngrit lart emrin tënd. Dhe nëse bëm një llogari shumë të shkurt, a ka person, jo, në pyetja është gabim, pra nuk ka person as që ka pas, as që do të ketë ndonjë njeri të përmendet nga gojat e njerëzive për mirësi, sa që përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sot në botë ka kështu afërsisht prej 1,5 miliardi muslimanë ose më tepër, 50% ta përmendin një herë në ditë atë njeri, pra bën 750 miliarda herë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, çka mund t'i bëjnë këto fjalë një personit, pra ki e ka shembullin, siç ka thonë Kurani Kerimi, yuridun li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ata duhet tashimin, njerëzit duhet tashimin dritën e diellit me frimat e tyre, por drita e diellit nuk shihet. Pra personaliteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk vlerësohet. Dhe kështu përndryshe njëri ka thonë nuk i bën dëm rrezeve të diellit lehja e qenve në sipërfaqen e tokës. Nuk i bajnë dam. Pra ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në pika të shkurtë, këto çka tham, pra unë edhe profesor janë shumë pak, kjo mund të jese sa një pikë që ngren maja gjelpones nga oqeanet. Sa do çka të them unë, profesorët, shkencëtarët, dietarët, filozofët, e gjithë ajo çka do të thuhet, do ta ketë shembullin sa ngren maja gjelpones ujë nga deti, çfarë do të ketë thonje nga mirësia e personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke se u tha, unë kam në engjën e pyetjeve këtu, se kush është Muhamedi alayhis salam në realitet dhe çka thon dietarët evropian rreth Muhamedit alayhis salam, nëse mirë, cekëm diçka unë kështu me disa lloj me Skirefendiu, shumë mirë me fakte kuranore, elaboroj se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë I kisha shtu vetëm disa fakte historike, të cilat I dinë çdo besimtar që mirët me historinë islame, po edhe çdo historian tjetër që janë fakte që nuk mohohen, se ka thonë dikush edhe ka thënë me vend se historia është nëna e shkencave, përmendi vetëm që të ketë lidhje edhe me rastin e Mevludit për madhrinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe si përgjigje atyre që ju shkojnë mendja ta vizitojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu si nuk ju takon as atyre, as pak atit ashtu të vizatohen. Rastin kështu shpejt I përmend disa momente që të vi aty ku e kam qëllimin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lindi në Mekë. Aty u rrit, aty u martu aty në moshën 14 vjeçare I erdhi pejgamberi Allahu edhe u shpall për pejgamber me urdhrin e Allahut xhaleshanu. Aty fillon vujtjet. 13 vjet jetë në Mekë, jetë që si thon si bari në nguri. Mundot të binje, por nguri nuk e lënë të binje. Mbas 13 vjetëve I lejohet të hikë prej Mekës. Edhe bën shpërngulje, që është moment historik edhe shpërngulja.
por kur mendu musliman, se bashkë me muslimanët u trazohu, u shpërngul prej Mekës në Medinë, kur mendu se shpëtun nga kthetrat mushrikëve të Mekës, mushrikët e Mekës organizohen luftë e cila do të ndodhte betejë e parë e Bedrit në Medinë, jo në Mekë. Domethënë, jo që i trazohen, jo që i përjashtuan prej vendlindjes, por ju shkuan atje ku hikën musliman. Domethënë ju shkuan në Medinë. Ndodhi lufta e Bedrit e fituan musliman. Një vjet më vonë ndodhi lufta e Hendekit. Disa vjet më vonë musliman nisin të shkojnë të bëjnë haxh, umre, edhe zjarret vendlinjën e vet pa arë. Për pak këtë ardhe të lufta më e keqe, se nuk i linin të hinë në vendlinjën e vet ta shohin. Nuk i linin. I kthejnë prapë edhe vind përfundon me atë që quhet paqja e Hudejbijës ose marrëveshja e Hudejbijës, po kthejnë prapë musliman, sidoqoftë. E në fund, mbas këtë nevojëve, mbas këtë zullumeve, pa drejtësive që u bën muslimanët, pa edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhaleshanu e mundsoi që të kthehet në Mekë në mënyrë triumfuese, triumfale. Kthen duke e çliruar Mekën. Çdo histori këtë e di, sidomos ato të perëndimit. Edhe unë këtë ja usëm televizionistëve, jo për diçka tjetër, por vetëm me të njëjtin qëllim që Ibrahimi alayhis salam i tha Allahu xhaleshanu në një moment, Kurani këtë regjistron, Rabbi arini kayfa tuhil mauta, o Zot, tregom se si i ringjallën të vdekurit. Allahu xhaleshanu thotë, e valem tu'min, vallë nuk beson? Nuk beson se unë i ringjallë të vdekurit? Qal bala, jo, si jo, unë besoj. Walakin liyatma'inna qalbi, por këtë e bëj këtë pyetje dhe duhet ta shoh që shpirti im të mërhatohet. Shpirti im të qetësohet, të bindem vetë ta shoh. Edhe unë këtë ja them televizionistët të nderuar, ta shohën, më thënë kështu me sitë vet, nga fjalët e mia, nga që i ka regjistruar historia, se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata që e vizatuan si terrorist, prej atij linën terrorizmi, ato bombat rreth shallit të tij që ishin, domethënë sa eksplodon, edhe prej atij këto shka eksplodon këtë dalin prej lidi prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E shloi Mekën. A Mekja plot me kas. Kret ishin ato që i bën zullum Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët që u bën, që i vranë, prenë, që i erdhën në Medinë, bën luftën e Bedrit, bën luftën e Uhudit. Këtë Medinë këta janë. Këtë Medinë janë. Dëshë si ta shtukin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E tash kishte pushtet, kishte forcë absolute mbi ata. Çka ju bën tash të mëne terroristët? Ju them vëllezërve që na shqetësojnë. Çka bëni ki terrorist në thojza? Ja lexoj ajetin kuranor, edhe i pyeti. Ja ahla Mekka, o banorët e Mekës. Çka mendoni për tash juve? Çka do bëjmë tash me ju? A na përjashtu pi Mekës? Na qitet pi shtëpive tona, pi pasurive tona, na ndat pi familjeve tona. A na erdhët 3 herë në Medinë na luftoni, na zhdukni. Çka mendoni, çka të bëjmë tash juve? Çka të bëje është me merit. Në aspektin negativ, mirë po ki, nuk e boni kur gjan, as i vrau, as hakmarja, as bëni Guantanamo, as gjikatës të Hagut, as kur gjan nuk boni. Çka boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ja lexoj ajetin kuranor. Ja ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O njerëz, ne ju kemi, o njerëz, jo musliman. Musliman pa musliman. Ne ju kemi kriju prej mashkullit dhe prej femrës. Për Ademit dhe Havës. Ai beson Allah, dhe si beson bab kia si Ademi. Non kia si Havën. O ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, dhe ju kemi banë fise, popuj. Po për çka? Li ta'arafu, që të njoftoheni mes njëri tjetrit. Inna akramakum inda Allahi atqakum, kurse më i miri prej jush, te Allahu xhaleshanu është ai që është më i devotshëm. Edhe u kthej dekretin që se ne ka thënë goj burri ta fitosh luftën pas 25 vjet luftim të plot, ta fitosh luftën e të thush idhhabu fa antum tulaqa, shkoni ka doni, gjithë të lirë, falë qoftë. E që këtë jep drejt dikushit ta vizatoje në formë terroristit. Sa mban kjo? A nuk është mëkat?
A nuk është gjëna? Njeriu cili është liftu aq vite me radhë, është përjashtu për vendlinjes, për familjes, për vend ku i ka ardhur pejgamberi, kthehet pas një kohe edhe thot, edhe çka? Fali qoftë. Shkoli ka tonë. Drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa ka pas njëri më të drejtë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A nuk mjafton vetëm një rast, ta tregoj. Një fis, një femën e atij fisit kish vjedh. E ne gjithë e dim se sipas shariatit, drejtësisë islame, ai që vjedh, nëse sasia që ka vjedh është ka nisab, do të thënë limit, sa duhet jetë ajo se ka vjedh diçka pa lidhje, nuk pritet dora, po si ta mbrin limitin që quhet nisab, atë pritet dora. Edhe kjo femën kishte vjedh bukur mirë diçka. Edhe sipas rregullit islamit duhet të pritet dora. Fisi nuk ishte që kjo femën të shpëtoj, të mos i pritet dora, por për shkak të turpit, se shumë fis i sinqert, shumë fis i ndershëm, e tash një fis si ki, për këtij fisit, der grua e cila vjedh hajdute, kjo ishte shumë rëndë për fisin, edhe tash donin që diçish të intervenohet pak te pejgamberi nëse ka mundësi, që quhet përmes gishtave, e mandej mbas një kohe, këto mund ta likvidojnë atë femrën. Jo dorë që apresën, ta likvidojnë. Vetëm mos i del mbarrja fisit se në këtë fis ka hajdut. Ka hajna. Edhe çun në njeri shumë dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta lus. Pejgamberi nuk e di se çka bëhet fjalë. E ditë për femrën që ka vjedh, ama se ki do të intervenojë se ka shmësit, shkues ka ardhur me shequ pak mes gishtave. Ashtu keq u hidhru ki terroristi. Ashtu keq u hidhru, urdhnon thirrjet ezan, a muslimanët e dishin se kur thirret ezan, atëherë duhet më të bënë në xhami se ka diçka me rëndësi. E u mlodhën në xhami e përshkruajnë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur fliste, në u dukeshte se pe gojës tij bidhanëve xixa dilshin. Fjalim i gjatë, vetëm disa fjalë nga fjalimi, thot çka mendoni, thot ju. A mendoni se është ajo koha kur vidhte dhe një e shqyrë përmes gishtave, kur vidhte dhe një fukara, ja pritin dorën. Mendoni se dhe unë qashtu do bëj? Sikur që sot për shembull, jo Maqedonia, po hemen këtë botë është u korruptu me mito, me rishvete, më tha tash, gjithçka kalohet. Mendoni që ashtu edhe të unë do të kaloje? Do të vallahi, pasha Allah, sikur që Fatimia, bia e Muhamedit të vjedh, lekatatu yedha ja kisha prej edhe asaj dorën. Fatimia është bia më e dashur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fatimia është ajo për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot gjithçka e gëzon Fatimen, më gëzon edhe mua. Gjithçka e pikllon Fatimen, thot më pikllon edhe mua. Nuk është ngjenje ta mendoj para Muhamedit si dahat prej Fatimes. Mirë po, nëse edhe ajo vjet, edhe asaj prej dorën. E dikush tash do thotë, ndoshta do të mendoje se nuk ka vjet, se të kishte vjet dhe e shifshi. Po Fatimia ka qenë edukuar në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe as që i ka shku meja të vjedhë se të kishte vjet të shifshi. Jo vallahi jo. Profesori thot me plot përgjegjësi dhe me plot sinqeritet. Në çlimin e Mekës erdhën ajetet të cilat e ndaluan kamatën. Edhe e ndaluan hakmarrjen. U bë haram. Sikur që ishte Bejtullahi në vend haram. Edhe çka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta shohim drejtsinë e atij, si vepron ai. Edhe le të kërkojë dikush a ka në histori rast të këtill. Thot, o musliman, ne sot jemi thot në muj haram, muj ku ndalohet vrasja. Në vend haram, vend ku ndalohet vrasja. Qashtu si jemi në muj haram, edhe në vend haram, në mesin tuaj thot kamata është haram. Edhe çdo kamat që ka qenë para këtij momentit, ajo thot sot shkilet në këmbët e mia. Kamatën e parë të cilën e shkelin në këmbët e mia, është kamata e minjës tim Abbasit. Abbasi aty ishte prezent. Kishte miliona të merr prej kamatës.
e nisi me mingjën e nisi. Jo me tjerat. E shkili kamatën e mingjës. Edhe çdo xhak që ka qenë para këtij momentit, sot është në kanë të mia. Skuzo kush ta lipi ma xhak. Tash më ka ligj. E ligji çikon. Gjakin e parë që e futi në kanë të mia është gjaku i mingjës të Xhaferit. Kishin i mingjë, ja kishin vrarë. Ka halok të lipshin e hakmarje, familja, e shkili gjakun e mingjës atij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai fillonte me vetën e vet, fillonte me familjen e vet, fillonte me të tjerët. Njeri më të drejtë, kur nuk ka pasë njerëzia e ashtu të ketë. Gjëra të tjera, sabri, durimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka qenë i dërueshëm. Një herë në shoqërinë të Omerit radiallahu anhu Ebu Bekrit, del në për çarshin, pazarin e Medines. Mirë po, para një kohë, kishte marrë për një ebrej, që i futi, kishte marrë uha dë para. Me kohë të saktume. Kishte kalu koha, nuk ja kishte kthej para, se s'kishte pas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E duke hecë rrugë të çarshis, a nuk i del përpara jehudiu dhe e kapën për gjoksi? Thot tash Muhammed, çka tash po thot? Borxhi thot, dikur desh më kthej? Po pse nuk kom pas. Omer radiallahu anhu sa e pasë për çka është u bën? Se një jehudi thjesht e ka kap pejgamberin për gjoksi. Më herë nxjerr shpatën, jam shon jehudiut. Ta mbyt. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç ta hek dorën e jehudit për gjoksit e vet e kapën dorën e Omerit. Çka i të bëmë? Shlom të gjara Rasulullah se ki thot të kapi aty kështu thot. Jo thot ja Omer. Kishe qenë ti thot shoq i sinqert i imi. Jo ta mbytësh këtë herif që unë i kom borx këtij. Po dhe shtrishte unë të ma qash hallin e të thëmë se ja kom marrë dhe pare u ha e nuk kom t'ja kthej. E ja kësha kthej unë edhe kisë kishtat ma zënë rrugën mu. Jehudiu të vëshqon pejgamberin edhe nga nda i rrshet dora për gjoksit. Thot që këtë durim, thot, nuk mund ta ketë njeri i thjesht. Ai që ka kështu durim, ajo është veç pejgamber. Edhe më thot dëshmoj, thot, ashhadu an la ilaha illa, dëshmoj se nuk ka zot tjetër. Përveç Allah, edhe se ti ja Muhammed i je rob edhe pejgamberi Allahu xhashanu. E tash si mundet i kusht pajtohet e ta vizaton me bomba se ki eksplodon, ki mbyton njerëz, ki bën kështu por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dorën e vet nuk ka çu, ti më shon as robit, as një të lirë ma asesi, as grave, po bile edhe kafshës, kun herë kafshë nuk i kam shu me shkop. A që ka qenë mshishëm? Apo ka qenë shumë i ashpër, ku ka qenë pikje feja. Ku ka qenë pikje feja, nuk ka pas fuqi që mu ta ftoje, mu ta ndalje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Profesor, me qenë se jemi ka fundi i temës, afër një orë që bisedojmë me rreth lindjes së Muhamedit alayhis salam dhe rreth vlerave të Muhamedit alayhis salam, kështu si përfund të bisedës parë dhe pastaj të vazhdojmë me pyetjet e teleshikuesve, si duhet që muslimanët të reagojnë, meqense folëm më tepër për karikaturat e Muhamedit alayhis salam. Folet ju, por si përmbyllje të Po si përmbyllje, unë e përmenda se duhet mënyra të jetë civilizuese, e ajo, çka është civilizuese për mu? Civilizuese është për mu, do të thënë që ne borxhe kemi, obligime kemi, nga mbrendia jon, ta dona pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe atë dashuri ta shprehim, jo ta fshehim. Shënimi i momenteve, me vludeve, si mos masive, është formë për mes të cilës ne shprehim atë që kemi brenda nga dashuria në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se me të vërtet, i them, plot sinqeritet, lumë për ne musliman, që e kemi për pejgamber Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lumë për ne, kur të tjerët, krishterët, kanë pranuar se njeri më të madh nuk ka pas njerëzia. Atyre sigurisht që nuk ka pas. Edhe pse këto dëshmi, si tha hoxha i nderuar, këto dëshmi janë një pik ujë ma gjelpanës, krahasim me ujën e oqeanit, në krahasim me atë se si e ka vlerësuar vetë Allahu xhashanu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse unë juve ja jap si udhëheqës i këtij misionit një certifikat, një lavdra,
Ju kishte gëzu juve ajo sikur që m'ia u dhënë pronari uskanës? Jo, sa është më i lartë lidhur me punën që ti bëu. Po më marr për dëni organizatën pas Maqedoni për televizionin, nuk e di si ta kishte emrin, ose për një instancë evropiane, ose instancë botnore. Domethënë gjithmonë vlera e deklaratës, vlera e pohimit ngritet varësisht prej autorit kush e thot atë. Sado që ne ta lavdërojmë pejgamberin, sado që kanë lavdëruar dhe e kanë lavdëruar ato si citoi Hasanin, poetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalë miradije, fjalë të ëmbla që fjalë të mëdha që nuk ta merr mendja, ato nuk mund ne për një natë as ti përmendim, po ja që edhe tjerë që nuk janë musliman kanë thënë ashtu fjalë të mëdha, fjalë miradije. Po çka janë këto fjalë në krahasim me dëshminë Allahu xhaleshanuhu wa innaka la'ala khuluqin azim, me të vërtet ti o Muhammed je në nivel shumë të lartë të moralit. Shumë të lartë. Aisha radiallahu anha munduat ajo ta përshkruaj, se e kanë pyet. Gjeneratat e më vonshme që nuk kanë mbrit pejgamberin e kanë pyetë, ja Aisha umul mu'minin, na përshkruaj pejgamberin pak. Si ishte pejgamberi? A di si ju ka përgjigj? Ka thënë, kana Kur'anan yamshi al-ard. Ai ishte Kur'an, i cili heste për tokë. Ne kemi një Kur'an që e lexojmë edhe e studiojmë. Por pejgamberi, çajo çka është në Kur'an e ka pas këtë në vetin e vet. Edhe më thënë për ne është një kënaqësi dhe lum për ne që e kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Kurse mënyra se si duhet të reagojmë ajo që i kisha për qëllim civilizuese të jetë, domethënë nuk ka nevojë të thëjmë se pejgamberi kur i thoshin Rënacak, ai nuk thente kur gjan. Kur i thonin i smund, i çmendur, i nuk e di çka, nuk bante kur gjan të gjëra që dikush i bani. Por duhet e vërtetat që të mëjton. Çdo gjë që i përmendëm, edhe shumë tjera ne, edhe shumë emisione të organizohen, edhe shumë tribuna në këtë botë, edhe bëhen të tilla, krejt në shenjë për krahjet pejgamberit, edhe të kuptojmë se kush ka qenë ai burr, mundohemi që ja japim atë hak, atë drejtë që i takon. Kurse pse dëni i smund të del edhe vizaton diçka, ajo është e drejta atij ka pas të tillë, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e kanë quajtur për të çmendur, për kështu, për ashtu. Njerëz ka qenë që këti kalibri kanë qenë. Zotë Zekria Efendi, ju përfund rreth kësaj teme që biseduam, që pastaj të vazhdojmë me këtë dëshirë. Unë kështu kisha thotë që ku i përmendi profesor Efendiu disa cilësitë e tij siç është urtësia, drejtësia, trimëria kështu me radhë, konstatoj se një cilësi të tij po të merret të studiohet gjëre gjatë, aq sa ai ka posedu drejtësi, do të mjaftonte për një tezë doktorature. Urtësia e tij, drejtësia e tij, mëshira e tij, që ai ka qajtur një rast për një bir të çifutit. Ëmbëlsia e shpirtit të tij. Ka shkuar një djalosh, e ka pa të sëmur, ka qenë ebrej, po ka shkuar ta viziton. Dhe kur e ka pa se është një gjendje përfundimtare të kësaj jete, ka thonë, unë kisha një lutje. Tha, urdhno, me nxise flitke. Tha, kisha dash ta ndëgjoj prej teje dëshminë se s'ka zot tjetër pos Allahu dhe se unë jam i dërguar i tij. Djaloshi voni kështu një shiqim ka baba i tij, tha, eti Muhammeden, eti Ebel Kasim. Tha, respektoja fjalën, shu i dha një leje. Me nxise dëshmojnë shahadetin, ajo dëshmon shahadetin, këtij rrjedhin lotët. Kur doli than pse ja Rasulullah çka ke? Tha nga gëzimi se Zoti e shpëtoi një djalosh nga vdekja në qufër. Isha unë shkaktar që e shpëtoi Zoti. Kështu i ka dash njerëzit pa dallim që përmendi ajetin kuranor Efendiu. Pra, në një rast e kanë pa duke qajtur, duke ecë Medinës dhe i kanë thonë pse po qani ja Rasulullah? Ka thonë një fqini im që i fut ka ndrujet, duke qenë afër meje ka shku pa iman. Pra, ajo mëshira, ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Mëshira e pejgamberit mjafton për një tezë doktorature. Profesori shumë herët përmendi atë se nuk ka thënë, jo, asgjë dhe ka mallku, asgjë ka mallku, po të kundërtën e ka bën. Kur është kthyer nga Taifi, e kanë përcjell me gur saqë ja kanë gjakosur kokën dhe gjaku i kanë arrit deri në këpucët e tij. Ka ardhur melekul Gjibal, engjulli i kodrave, dhe ka thonë, o pejgamber, ketë fala prej Zotit, a dakordohesh që këtë kodër ta përmysim mbi këtë fshat? Hakmarrje.
Kjo është hakmarrje, jo nga ai, po nga Zoti direkt. Po nuk ka leju, ka thonë, Zoti e bën atë. Por mos i vëmë pyetje unë tham, nuk tham o Zot, zhduki ata, po thon Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zot, unë të lut që ti ta udhëzosh këtë popull dhe të mos e dënosh, të mos e zhdukish se këta këtë bën nga mosdia. Pra dhe ne kishim thonë, ato njerëz që bëjnë karikatura, ato njerëz që bashkangjiten atyre mendimeve, faji nuk do të ishte te ata sa është te muslimanët që muslimanët akoma nuk kanë mrit me paraqit personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tavolinën botërore. As ne këtu ku jetojmë në këtë troje, sa e njoftojmë, sa e njohin rinia jon, elektorati jon, xhamati jon, shoqëria jon, sa e njohin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë një xhamatli i xhamis më bën pyetje, tha, Hoxha Efendi më ka pyet njëri jo musliman, më ka pyet një pyetje, më ka habit, s'ka mujt më dhën përgjigje. Thash, ha, çka të pyeti? Tha, valla më pyeti kur ka lind Muhamedi juaj. Thash, po ti a se dina? Tha, jo valla se di. Sa prej umeti Muhamedit, sa prej njerëzive tonë e din datë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me tham se është lind në 12 Rabiul Awwal, po më këtë datën tjetër diellore, apo të them kalendarin sipas miladit, pas erës son, kur është lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, xhamatliu i xhamis nuk e ka ditë, thash o zotri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lind me 20 prill 571. Tha kur s'kisha me ditë. Pra, na bëjmë, ndoshta përkujtojmë, bëjmë mevlide, pa ajo don shpjegim, ajo don sqarim, se popullata një gjë çka se njeh edhe nuk e don, bile e armiqson, ju bashkangjitet mendimeve të huaja negative për personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne kemi për obligim që ta njoftojmë këtë personalitet para nxënësave tonë, prandaj është i duhur mësim besimi, prandaj është i duhur mektebi, prandaj janë të duhura mjetet e informimit që t'ia afrojmë realitetin e kësaj feje dhe realitetin e personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pajtohem krejtësisht me profesorin, po edhe ai do të pajtohet një shtesë që do ta bëj unë, se disa herë përmendëm, fatlum jemi që jemi umeti i tij. Fatlum jemi që e kemi pranuar si pejgamber. Fatlum jemi që e kemi pranuar si udhërrafis. Po mirë për me se nuk kontribojmë për njohjen e personalitetit të tij. Dhe mirë për mu se nuk jam ai i cili e du ashtu siç porosit Allahu në Kur'an. Allahu në Kur'an ka thonë, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Pejgamberi është më i kujdesshëm për njerëzit se sa ata për vetvetet. Ai është më i kujdesshëm. Ai ka qenë në sejdë për umetin e tij. E ka pyetur Aisha, o i dërguari i Allahut, shumë u vanove në sejdë, tha, mu pa kështu umeti, mu paraqit në mahsher si do të dalim para Zotit, tha prandaj bona lutje. Tha, o i dërguar, a edhe në sejdë lutesh për këta? Tha, po, në sejdë do të lutem për këta. Kur të vinë me laçat ma merr shpirtin, do të lutem që këtine t'ja u merr ma lehtë. Kur do të hinë në varr do lutem për këta. Kur do dalë në ditë gjykimit do të lutem. Pra ai momentet më të volitshme që t'ja kushton vetvetes dhe familjes së tij, ai ja ka kushtuar lutjet, ja ka kushtuar lutjet Allahu Dhu Xhelal, është lutur për neve. Sa jemi të interesuar ne, sa e duam Muhamedin, sa ja u njoftojmë masës Muhamedin, sa kontribojmë për ta njoft, sa i çojmë salavat, sa i zbatojmë sunetet e tij, porositë e tij. Atëherë nëse i marrim këto parasysh, sa kjo, atëherë kisha guxim të them, nëse jo, atëherë mirë për na që me fjalë i takojmë, a me vepra jemi larg. Atëherë është pikpyetje, me fjalë po do të unë përsëri i bashkangjitem asaj që kjo që tha Efendiu ta përkujtojmë nëpër mevlude, nëpër mjetet e informimit që ndoshta do të na njoftohet pak personaliteti i tij, edhe a keni pa ju se kur shkruan dikush një artikull për një person edhe shkruan mirë, njerëzit fitojnë bindje pozitive. Po, kur heshtet dhe nuk e përmend askush, tani dele tjetri me karikature, tjetri me ofendime, tjetri me nënçmime, edhe njerëzit marrin bot kuptimet e tilla. Pra lutja do të ishte, si përfund që Allahu të na mundson që ne së pari ta duam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj t'ju afrojmë tjerëve personalitetin e tij, t'ju afrojmë urtësinë e tij, siç i përmendi disa shembuj profesori, do ta përfundoj sa i ka qenë falës mbas asaj që u ka thonë me kazve idhhebu fa antum tulqa. Pasi çlirimit të Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa shok duke ecur rrugës nëpër Mekë, pa një njeri iku prej tij. Tha, ki prej kujt ik? Than kështu me turp, ja Rasulullah si duket prej neve. Tha, mos ik prej mu. Tha, po prej juve. Tha, pse? Tha, po ti nuk e din. Ki është ai person i cili bia yte e dashur Zejnebi ka qenë në deve
dhe ajo ka qenë shtatzane. Ki e ka trembur deve dhe ajo ka ra prej deve dhe ka ndru jetë. Ka vdekur, ki ka qenë shkaktar që ja ka tremb deven qëllimisht. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po mendon se unë hakmerem? Thon, po sigurisht, kush nuk me hakmeret, kur është në pozitë dhe ka mundësi të hakmeret? Tha, jo, unë nuk jam hakmarës, unë jam falës. Unë nuk jam hakmarës, unë jam falës. Tregoni të mos ik prej mu, se e ka të falur. Kështu ka qenë, falës. Pra, edhe kjo meriton të jetë një tezë doktorature. Mirë po, ajo don punë, ajo don njerëz, don guxim, don vullnet. Pra, jo në është e kështu është një rast i bukur i mirë, ju që keni organizuar këtë, Zoti ju shpërbleft. Pra, ndoshta pak kemi thonë, ashtë sa thamë më parë, sa kemi thonë, sa maje gjelpanës që ngren ujë nga det, nga oqeanet, qash ne kemi thonë për personalitetin e tij. Mirë po, le të jetë fillim dhe le të jetë urat dhe i uruar ki emision dhe inshallah ato që më kanë dëgjuar, inshallah ju kemi afruar një sado pak një njohuri, flasim për të cilët ndoshta nuk kanë pas rast, ne nuk mendojmë se të gjithë janë ashtu, po ndoshta dikujt nuk i ka rasti të lexon as një broshurë sado pak e vogël mbi biografinë dhe personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë vetëm pak do të ndërlidhem me vllahun tim, se ma kujtoj edhe me vend, pajtohem, me dhunat pjesën që kërkon unë pajtohem, ajo është diçka që çdo moment që duhet më pajtohem, edhe mirë për neje. Edhe me këtë aprofundoj, ma nuk duhet të bisedoj rreth kësaj. Është një filozof dhe poet musliman, edhe si revolucionar deri ku konsiderohet, Muhammed Iqbali, perëndishe pakistanes, i shekullit 19. Në Pakistan manifestohen fatkeqësisht, ndoshta kanë përcjellë të rishqusit në një moment që të fesuar me Mevludin, dikush e shpuk edhe diçka eksplozive dhe diku të 60 vjetë dëvrar. Desha të thëmë se më një rast Mevludi masiv, jo në për shtëpia, jo në për xhamia, por në për sheshe më të mëdha të qytetit të Pakistanit, organizohet një shënim linjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i fjalë Mevlud. Në fund ja hapin fjalën Muhammed Iqbalit që ta përfundon programin e Mevludit, e festimit. Muhammed Iqbali, si filozof, si poet, ju drejtohet masa ka qenë me mira njerëz, ju drejtohet me këta fjalë. Sot është bë adet në kohën moderne, se thëmë shekullin 19, është po adet në kohën moderne se kur të bëhen njerëz shumë në rastet të këtilla, ati për shkak të cilit janë tubu edhe temës për cilën janë tubu, thot, i qenë thot telegram. Që ne kush jemi kush jemi, u tubu më sot shumë, edhe kërkesa çka janë. Edhe thot, mbasi jemi mbledh kështu këtë numër masiv, thot, e poshtë rrugës, thot, që edhe ne, thot, ati për cilin jemi edhe të bu këtu, ti drejtohemi me dhe një telegram. Mirë po thot, u mendova, thot, çka të shkruajmë në telegram? Selam pejgamberit, çka të shkruajmë në selam? Se janë të bol, shërin linjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Muhammed Iqbali, thot, a halli në kohën e Muhammed Iqbalit, sikur në kohën tonë muslimanët, si thot, po që jemi respektuar në vjetë turp, edhe frikë të kemi, se bëjmë punë që ka du me e bo. Qashtu ka qenë parafrasisht edhe atëherë. Edhe thot, u mendohet, thot, ndëgjus të respektuar, thot, pjesëmarrës në Mevlut, u mendohet, thot, t'ja shkruajmë në telegram, t'i themi në selam, na fal ja Rasulullah, që jemi që këtë gjenje që jemi, si musliman pa kërkund, për shkak, thot, se jemi pak, e ceki vllau se ka 1 miliard e gjysmë parafrasisht musliman. Mirë po, gjithë bota ka mbi 6 miliard. Dhe më dhe jemi pakic. Edhe atëherë ka qenë, edhe kone Muhammed Iqbali ka qenë pakic, edhe thot, na falë, thot, se jemi që këtë halë që jemi, nga se jemi pakic, e këto qire që të shumic, se ja Rasulullah, të kishim qenë pak ma shumë, kishe po, çfarë quda, çfarë mrekullish kishim po neje. Thot, mbesh që e shkrujta, thot, thash, nuk mban kjo fjalë. Si do t'i thona pejgamberit na fal se jemi pak, e këto qire që janë shumë, kurse në kohën tonë dhe ja Rasulullah, keni qenë numëron në gishtat e didurve.
kur e ka pranuar Omer radiallahu anhu islamin, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa jena ja Rasulullah. Omeri kur e ka pranuar. A viti kanë kaluar derisa Omeri ka pranuar islamin, sa jemi thot ja Rasulullah? Përgjigje ka qenë me ti u bë 40. Dhe më thë kështë qenë 39. Para Omerit 39 kështë qenë. Me Omerin bon 40. E kush është pak e kush është shumë. Si di thora pejgamberi se jena pak. E të kishim qenë pak ma tjepër, nuk shkon thot kjo. U me ndohë thot kja shkru në telegram në selam. Na falja Rasulullah për halin që e kimi që kështu thot, se kimi ndodh pak si fukara, të varfër. Po të islami e varfër, fukara, që si ne je këto. Kurse këto të qjerët, perendimit, pasurie madhe, bre, se vëllat të tjallës thot, këshim qenë na pak ma të pasur, kishe pasur shka këshim ba në je. Mirë për thot, sa e shkrujt e thot, më në shkrimenja, subhanallah. Si di t'i thonë në telegram që jena të varfur, si t'ishim pak ma të pasur, ndryshe të veprojshim. Kurse Aisha radiallahu anha thot, kalëshin javë në vatrën, në shpinë e zjarit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndeshim zjarë, thot, se nuk kishim as shkat zim e as shkat pjekim. A që nuk kallin zjarë për të ngrasi kur të neje. Ose duhet me zi diçka, ose duhet me pjekë diçka. E me qëra nuk kishim as shkat zim, as shkat pjekim, kalëshin një javë, 2 javë, 3 javë, nuk e ndeshim zarmin as pak në shpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo thot nuk shkon. Edhe dalë kjo e treta që tha vëllau im, u mendohu do thot, vallë, kur gjanë nuk mban, çka shkruajmë thot selam pejgamberit nuk mban thot. Përveç se një gjanë thot. E ajo është thot, ti thonë ja Rasulullah, turp na vije që jemi me ty. Turp na vije që jemi me ty. Si do thuaj që jemi me ty Muhammed? Imeti Muhammed ka qenë njerëz të sinqert, ka qenë njerëz të guxishëm, ka qenë njerëz të butë, ka qenë njerëz të trima, ka qenë njerëz të shkencës, të ilmit. Kush jemi ne? Por unë kisha thonë, nuk ka vetë për pesimizëm, për kundrazi. Ne duhet t'i kthehemi Kuranit, duhet t'i kthehemi hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë punë kanë të marrë mbarë inshallah. Ishit musafir në këtë emision dhe për fund ka një fjalë, po, një porosi për televizionistët e televizionit Tuskana. Porosia ime është atë që thash përpara, t'i kthehemi Kuranit, t'i kthehemi hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta marrim islamin prej burimeve, edhe si dëshirë e fundit e imja, se çdo individ, çdo njeri, çdo hoxh, çdo musliman, çdo besimtar e besimtare, secili prej neve ka shumë elemente pozitive në vetën vet, po ndoshta kemi edhe diçka negative. E mira është, edhe ju kisha lutur të gjithëve, që të mos miremi me të këqijat e të tjerëve, e të qesim në sipërfaqe, se ashtu do të na duket bota e keqe, se do të dëmërojnë të këqijat, përkundrazi, në sipërfaqe të nxjerrim gjërat e mira, çka ka sabudini për të mirave, qitin sipërfaqe, çka ka iliri për të mirave, i qesim sipërfaqe, çka ka gjëra fëndira, i qesim sipërfaqe, ashtu e mira do të kaplojë dhe ta mbuloj botën në përgjithësi. Fatkeqësisht ne mirëm me të këqijat, a me të këqijat nuk shumë kërkundi. Unë për fund dhe të kisha thonë, falenderojmë pra televizionin Tuskana dhe shiquesit të cilët na kanë përcjell, ndoshta pak e kemi tepruar në fjalët tona. Ajo që është qelluar, inshallah, është prej mëshirës së Allahut dhul xhelal dhe dhuttisë së tij, ndërsa ato që i kemi gabuar është prej dobësive tona dhe prej shejtanit. Kërkojmë falje për disa shpjegime, ndoshta nuk janë qenë në nivel me arsye se ndoshta duke menduar që të mos e humbim kohën, po kështu shkurt të ilon, ndoshta prej asaj që ka mbet shkurt nuk është kuptuar mirë. Kërkojmë falje inshallah prej shikuesve, në të na bëjnë halal, inshallah takohemi radhë të tjera. Assalamu alaikum. Musafir nderuar, ishte kënaqësia ime që ju ishit sonte këtu musafir në studion e televizionit Tuskana. Shikues të respektuar, unë do ta shqetësoj edhe një herë se cilët ishin musafirët tanë këtu në studio. Ishte pra profesor Sabaudin Mahmuti, profesor i medresës së mesme Isa Beu këtu në Shkup, dhe doktor Zekria Bajrami, ligjerus në xhamin Sultan Murati në Shkup. Ju me siguri e keni dëgjuar në atë xhami pra ligjeratën e hoxhës të nderuar, po edhe këtu në televizionin Tuskana keni për rast që ta dëgjoni. Ju falenderoj për vëmendjen me cilën na ndoqët kështu.
në mirë dhe mirupafshim të ejnëten. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. الله يشفى بيت حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاة